Hey, nëse po kritikohesh nga njerëzit, nëse është ka të kritikon ty pro dikush, mos e merr si diçka negative. Kritikat janë negative për kritikusin. A e dim pse? Sepse një kritikues don të bisedoj me ty, don me thonë diçka, dhe ai kritikues të sheh ty me lart. Pra, ai kritikues nuk mundet me bisedu me ty në lartësinë e syve të vet. Pra, kjo do të thotë, nëse dikush po të kritikon, ti je me lart se ai person. Dhe tani si mundet ai person me bisedu me ty, vetëm duke tërhequr ty poshtë. Pra, një kritik merre si diçka pozitive. Mere si diçka që ti ke shumë më shumë se kritikusi yt. Pra, ai kritikues që po të kritikon ty, sigurisht se nuk e ka punën tënde, nuk e ka karrierën tënde, nuk e ka ndoshta familjen tënde, nuk e ka financat tua, nuk e ka raportet me njerëzit. Domethënë është në shumë mungesa. Dhe vetmja mënyrë se si ai mundet me bisedu me ty është përmes kritikave. Atëherë, nuk po e them se ne këta njerëz duhet t'i duam, por që thjesht mos ta marrim kritikën si negative. Pra shife atë kritikë si pozitive dhe shife veten si të suksesshëm, sepse të suksesshmit kritikohen çdo herë më shumë se ata që nuk janë të suksesshëm. Kështu që është okay, kritikat janë të mirë se ardhura.